Shqiptarët po drejtojnë bandat kriminale nga burgjet angleze, qindra telefonata në ditë nga qelit. Shqiptarët dyshohet se vazhdojnë të drejtojnë aktivitetet e tyre kriminale dhe nga burgu, pasi të dhënat zyrtare tregojnë se ata kanë kryer më shumë se 2 fishin e telefonatave nga burgjet krahasuar me çdo kombësi tjetër. Sipas të dhënave të drejtorisë britanike të burgosurit shqiptar, kanë kryer 157.962 telefonata nga burgjet gjatë muajve të fundit, ose mesatarisht gati 900 telefonata në ditë. Shqiptarët përbëjnë kombësinë e huaj më të madhe në burgjit anglisë dhe Walesit, me mbi 1200 të burgosur të ndjekur nga polakët dhe rumunët. Shqiptarët, polakët dhe rumunët janë 3 kombësit kryesore të burgosurve të huaj në Angli dhe Wales, duke përfaqësuar rreth 1/4 e gjithë shtetasve të huaj të dënuar në burgje. Sipas të dhënave të shërbimit penitenciar, numri telefonatave të kryera nga të dënuarit shqiptar ishte 4 herë më i lartë se ai polakëve dhe rumunëve, që renditeshin respektivisht të dytët dhe të tretët për numrin e të burgosurve të huaj. Polakët, të cilët përbëjnë 740 të burgosur, kanë kryer 37.691 telefonata, mesatarisht 209 në ditë, ndërsa rumunët me 708 të burgosur kanë kryer 37.307 telefonata, 207 në ditë. Numri i dytë më i lartë i telefonatave u regjistrua nga 678 të burgosur izraelit, të cilët kryen 73.541 telefonata të ndjekur nga 68 shtetas amerikan, me 57.867 telefonata në përmasa të pazakonta. Profesori Lan Aksen, ish drejtor burgu dhe ish këshilltar i qeverisë britanike për ekzaminim në burgje, tha se numri telefonatave të kryera nga të burgosurit shqiptar duket jashtëzakonisht jo proporcional. Ajo që dim është se krimi organizuar shqiptar dominon shpërndarjen e drogës brenda burgjeve. Sa ndikim kanë ata jashtë burgut është më pak e qartë, por nuk do të ishte as pak surprizë nëse do të organizoni vazhdimisht marrëveshje përmes telefonave. Nuk është e parësyeshme të sugjerohet se ekziston një lidhje mes tyre fakteve, tha ai. Këto komente vijnë pasi David Lammy, në kohën kur mbante postin e sekretarit të drejtësisë, paralajmëroi se drejtuesit e grupeve kriminale po i drejtojnë gjithmonë më shumë perandoritë e tyre kriminale nga brenda burgjeve. Ai shtoi se krimi organizuar po koordinohet gjithmonë më shumë nga liderët e bandave brenda institucioneve penitenciare, të cilat shpesh përballen me probleme të dhunës, drogës dhe çrregullimeve. Ai tha se kriminalët po përdorin dronë gjithmonë dhe më të sofistikuar për të futur drogë dhe armë në burgje, duke shmangur masa tradicionale të sigurisë.